kuptoj. Ardita i e qoj në perversitet, mërë tani. Që të thou, Luç ka emri që aty, hiq mësu ase. Unë ta di nivelin, unë e di kush je, edhe në rregull jemi. A kam gabim në atë që Jo. E unë për çka pe qeli shpellën, kur po kallë? Për çka? Unë nuk jam kundër lojnave për me lujt kemi ardhë. Pa me dha ju ka limit. Jo me shku perversitet mashkullit dhe femrës. Ose femrën dhe mashkullit. Nuk është mirë. Pra ndaj të ceka në tavolin. Nuk është mirë. Edhe si kur beqar t'isha unë ose aji, nuk është mirë. Nuk ban, kush do qoftë, nuk është e shëndetshme. Po. Pik. Jo më kështu si jemi, na shef një familje, na shef një shoqni, na shofi njerëzi që i dum. Prej ditër që kom hiqë, ato jam të e thonë. Do me thonë, non-stop, jam bo se kasofoni repeat. Kujdes. Nuk limiti, duhet gjithë qysh me egzistu. Edhe ardit për zotin, si ju me shkujve tjerë që ju kam thonë që kam një njëri, pra ndaj rjeftof, nuk kapen për qafe, nuk bëhe. Më normal. Ashtu e din edhe labi, nuk është që se din. A i vjen ullën gjitë me mu, gjitë fare, pa me mpyt. Londrimi mpytja, a mund të apështis kokën si jam lot? Okej, thash së është problem. E din? E lejova unë. Sigurisht. Se e di që londrimi nuk ka tendenca gacmimi me mu. Londrimi si dhe me mu sigur më ka motor, në kuptimin esencit mashkull femër, e kupton? Sigurisht. Ose qoftë edhe me shkujt e tjerë se e kanë kuptu, që unë nuk kam synime me një mashkull për asnjë gjë. Zoti më se bëj. Edhe për zotin këtë lloj sensi në afrimitet më shofi si motor. Sigurisht. Ama ai të vi të ulet të ngjitet direkte kur ja ka bërë qartë disa herë dhe pra vazhdon ta bëjë. Jo. Duhet mu e pikrisht që ky është limiti që pe e them. Unë i them limitin tim personal, si në fizik, edhe në emocional ose në të folur. Unë gjithmonë e kom një shprehje edhe e thëmë. Do me thonë, këtu e jemi shumë të përbashkët. Edhe unë kom shumë kriter tjetër që shpalosi. Pse? Kur e kupton situatën, edhe çdo gjë rreth teje, vetëm ja parashtroj vetes pyetjen. A ja vlen? Ardit, të lutem kontrolloj mikrofonin. Po Ardit ndë njerë edhe ja vlen më rësa i në rrasë nuk e ndalën a i shkon më shumë. Rregull. Tani kush i ka ngelat i tjetër? Të mpreke? Do të me pas kujdes. Me fjalë unë ngacmu, tani do të ngacmohet edhe fizikisht? Nuk është mirë. Ore unë nuk jam rehat ta kem atë njeri afër, se më duket sikur do e zjasë dorën dhe thot pa dashje. Zoti mos e boft. Pastaj tjerë thonë, po varet ta ndodh, po çfarë duhet presim ne të ndodhe dhe atëherë të themi nuk duhet të ndodhe? Prandaj limitet ekzistojnë. Kur ne kemi një logjik të shëndosh dhe kuptojmë tendencën e atij njeriu të parandaloje më vëlla. Unë du me nxirr nga loja atë njeri, se për vete du me vazhdu garën, është normale. Nuk du me thënë, dalim në minimum unë ai edhe fitof më i mirë. Unë du me nxirr nga loja kësa jave atë. Unë nuk jam rahat të fle me një dhomë atë se ku i djetë ai edhe duke fle gjumë vjen edhe fjala ngacmon të krevati, pa me ditë ti. Pra për të thëtë arditi, kjo vlen për të gjithë, bukfalisht për të gjithë. Tu janë një sprimeje. E kupton? Duhet shumë kujdes. Vetëm ai është prek në limitet intime. Asnjë njeri tjetër nuk është prek në limitin intim. Nuk preken gjanat. Limiti intim është nderi, është morali, janë gjërat. Po, e këtu dhe normal. Nuk guxon me i shku menja askujt, e lene mo diçka tjetër. Duhet, kjo është kodi i njerëzisë. Do ta bëj pyetjen për atë që më ka komentu trupi që më ka pa, do më thëmë ka analizu, edhe më komenton a duhet shtoj, a duhet heq 3 kile. Nuk është etike. Kush është ai me më pa mua sho, okej le të shofe, po mos e bëj dukshme mbër njëri që më ke pa, se nuk ndihem rehat që po më shef, po më analizon trupin. Nuk është mirë, kush do që e thot. Se jem mashkull që nuk kam as bab, as vlla, as burr.
Se baba mund komentoj trupi, se baba më ka bo vllai, më ka gjakun e njëjtë, nga njëjta nënë kemi dalë. Ai që e du është ai që unë flej, ai që kaloj jetën, ai që kryoj familjen. Po ti më shqiptar, kush je ti me më analizu mu trupin, edhe me ma vën dukje që më analizon trupin. Nga një ranë më mirë që e bëri, me e tregu vetën se që njeriu është, edhe jam e sigur që ka për ta kthy në formë europiane. Jo më vlla, ke gjak shqiptari, edhe nuk ka lidhja ke gjak shqiptari ajo europian. Limiti është limit. Intimja është intime. Mos më shifti mua trupin edhe mos më komento trupin, sidomos kur ta kam bo me dije paraprakisht. Hapësirën time intime që e kam të shenjtë, se ma ka dhënë Zoti të shenjtë. Qast. Po unë për që këto gjana e ngrita tingullin. Vetëm për që këto sende, se besom krejt duhet me qenë në kontekst logikës edhe detyrimisht, kushtimisht, logikisht, ku ta marish, duhet respektu limiti. Momentin që dilet për te limitit, ajo mo nuk është loj. Ajo është krejt që të këse merë. Jo. S'kemi ardhë në këtu mi prish nervat. Mi prish nervat po. Po, ama jo me intimitet, me perversitet. Unë e që sjellje perverse, gjuhë perverse, qa është ajo gjë? Jo, ato kërkus nuk e lejan. Jo viqna, kërkus ta lejan. A i nga informacionet jash për karakterin, për kulturën, shkoj edhe në familje, nga familja shkon tani në perversitet, po ku shemër e ti shqiptar të ngacmo është tani në perversitet, se për atë zot, jam unë ajo që i kam thënë, ke një familje jashtë, ta bëri shkur ta gabim që ta përmeni, jo po këtë, o shqiptar mos e bëj vete me zor me ta përmen njeriu që po bë sjellje dhe shprehje perverse për shqiptar. Prandaj nuk duhet me e pru punën për mu diskutu për këto gjë. Kush do qoftë? Tani mu e di Pse me e pru punën? S'duhet. Pse me e pru punën? Arditi për shembull. Pse Arditi duhet me e pru punën? Pse? Pse unë duhet me e pru punën për shembull me debatu me ty për diçka të tillë? Po. Ku është këtu normalja? Ku normalja, kallzam? Pse me e pru Arditi punën? Po. Pse? është turp, shet ftyrën e vetë, për famë dhe për lek. E vëlla jo. Bëhet pervers për famë dhe për lek. Ja. Fama ndërtojt ndryshe, leku edhe leku bot ndryshe. Me djerës e me ftyra. Unë mra me thashtë se jo më lodhë, më të i përsërit fjallë. Ftyra. Luj, tregoj e vetin si njeri. Me logik, me inteligencë. Me logik, me inteligencë, nëse keme dhanë diçka jep, nëse s'keme dhanë kaput. E di si ka për ta përkthy ai muhabetin? Jam shumë e sigurt. Ka për ta përkthy ose është shprehje imja, ose ka për ta përkthy, po unë isha që bëra gazra, se bëri disa gazra ai. Unë bëra disa gazra dhe do e kisha më shumë në sensin që ti viti bëj edhe ty gazrat. O, shqiptar, nuk jena budalen, ti kur e din që hapësira ime intime, unë ju a kam bërë qarë gjive dhe kur them